Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Falënderimet dhe lavdrimet gjithmonë janë për Allahun e Madhëshëm. Atë e falenderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndetet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Më lejani që në fillim që të uroj ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka nderuar si njerëz, na ka nderuar si ummet, duke na dhënë shumë mirësi, begati, madje edhe të panumërta, siç thot Allahu në Kur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse mundohesh për të llogaritur mirësitë, begatitë, dhuntitë e Allahu xhel xelaluhu, një gjë të tillë është e pamundur, s'ka mundësi. Prej këtyre mirësive dhe begative të panumërta që Allahu i Madhëshëm na ka nderuar si besimtar, si ummeti Muhammed alayhis salatu wassalam, padyshim se është edhe muaj i bekuar i Ramazanit. Ramazani nuk njihet vetëm si muaj i agjërimit, nuk njihet vetëm si muaj i zbritjes së Kur'anit Kerim, nuk njihet vetëm si muaj i devotshmërisë, i durimit, i sinqeritetit, por muaj i bekuar i Ramazanit njihet edhe si muaj i mëshires dhe muaj i faljes nga ana e Allahut të Madhëshëm. Muaji i Ramazanit është muaj i mëshires. Allahu i Madhëshëm është mëshirues, është mëshirë plot, mëshirë bërës, por që mëshira e tij është edhe më e theksuar pikërisht në muajin të cilin jemi, në muajin e bekuar të Ramazanit. Siç thot pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, fillimi i muajit të Ramazanit është rahmet, është mëshirë. Mesi i këtij muaji është falje, kurse fundi i këtij muaji është rujtje dhe mburojtje nga zjarri i xhehenamit. Për të kuptuar edhe më mirë, edhe më shumë këtë mirësi, këtë mëshirë që Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë ummetit Muhammed alayhis salatu wassalam, respektivisht i ka dhënë agjëruesit që bën për Allahun e Madhëshëm, Allahu i Madhëshëm pikërisht në këtë muaj të bekuar i ka ofruar edhe një mundësi që të jetë sa më afër mëshirës, rahmetit dhe kënaqësisë së Allahut xhelle xhelaluhu, duke bërë që Allahu i Madhëshëm i ka prangosur djajt dhe nuk e kanë efektin e tyre, nuk e kanë mundësinë e tyre që t'i fusin njerëzit në punë dhe vepra të këqija dhe të liga. Allahu xhelle xhelaluhu i ka prangosur djajt, siç thot pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam për ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenamit dhe prangosen djajt e mallkuar. Ky muaj përveç mëshirës që Allahu xhelle xhelaluhu lëshon ndaj besimtarëve, ndaj agjëruesve, ky muaj njihet edhe si muaj i faljes nga ana e Allahut të Madhëshëm. Thot pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam: "Men sama Ramadanin imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron muajin e bekuar të Ramazanit me bindje, me kënaqësi, me devotshmëri, me sinqeritet, Allahu i Madhëshëm do t'ja falë mëkatet e tij të kaluara. Le të jetë agjërimi i këtij muaji të bekuar si mundësi që të hyjmë në mëshiren, që të hyjmë në rahmetin e të Madhit Zot, në të njëjtin kohë që Allahu i Madhëshëm përmes këtij ibadeti
na fal, na mëshiroj dhe të na gradoj në grada të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.